aty afër në një klinikë ku më pastruan dhe më shumë. Zoti dhe çakt kishte thënë tek Petrit Loku. Tek Petrit Loku kishte fol fjalë, jo fjalë të gënjeshtrave falsipete që Zoti e ndihmon atë person, sepse moj Matilda kanë nga ato që janë edhe po t'ju japish lek, nuk ju mjaftojnë lekët, kanë shpirtin e zi dhe të zeza rrikshin. Pra, i ka thënë Petrit Loku në live, që nga më prezente, që do vi dhe të takoj, edhe zonja, na pas ka dalë nga spitali, me shku në një klinik, për mu la, më badush, më përgatit për udhëtimin. Unë jo garantoj, që në 2012, unë kam kënë spital vetë, kam pas një aksident, më ka zënë makina, edhe nuk më ka lënë kush me dalë për spitalit, me shku në shpi, mu la, e ma dhe më këty prapë në spital. Dolen fjallët e një persone që më patë tanë, ajo ka dalë për spitalit, ajo niset prej shpijet nga Shkodra, me shku në Itali. Si del ai tjetër prej spitalit dhe bëhet dush, në spital ta bëjnë dushin ata, ka detyrë personele me ta bëjnë dushin. Në qoftë se thasht personele, se i dina kushtet e spitaleve në Shqipni, ta bëjnë personat e afërt tujt, familjar, kanë drejt. Po jo më shku ti një klinik aty afër, si e thu veti, me shku me bëjnë dush, e më nej mu këthy. Aja ka di shumë mirë që Petrit Loku i vjen, sepse jo ka dhënë fjalën në live, po kanë. Tha, unë jam duar për punët e mia ka atje. Edhe dhe të vjetë dhe të takoj, ko është Petrit Loku nuk e ka gjetë, e ka pranu dhe vetë. Atëherë, ma, që di. Pas kanë përparu shpitalet e Shkodrës, ne kanë le me shku mullar shpi, më nën mu këthy prapë në spital. No.